Përshëndetje të nderuar miq, mirë se vini në Trio, këtë emision që transmetohet nga Pekini. Sot në studio bashkë me mua janë dy kolegët e mia të dashura, Vera dhe Zana. Përshëndetje, unë jam Vera. Përshëndetje, Zana jam. Në kuadër të Trios ne kemi nisur një cikël emisionesh nga rajonet autonome të Komësive të Kinës, pra në atë ndarjen e madhe të kategorive, si ndarjen administrative të Kinës, ndarjen e madhe, ka provinca, ka ato që quhen qytetet e varura drejt për drejt nga qendra, ka rajonet e posaçme administrative dhe janë edhe rajonet autonome të Komësive. Ne kemi shkuar në dy emisionet e para, në Tibet dhe në Xinjiang e nisëm dhe pastaj në Tibet, ndërsa sot Vera ku do shkojmë? Sot do shkojmë në Ningxia-hui, rajoni autonom Ningxia-hui, po, është në rang provence. Është një nga 5 rajonet autonome të pakicave kombëtare të Kinës. Është një vend shumë i lashtë, se afërsisht para 30.000 vjetësh aty ka lindur, mund të thënë, ka gjurmë të jetës njeriut. 30.000 vjetë për para. Po. Edhe deri në vitin 1038 të erën son, aty një kombësi më misterioze në histori të Kinës, Tangxiang ka krijuar një perandori, aty quhet Xixia. Kështu ka lindur edhe kulturë më të veçantë në histori kulturore të Kinës, Xixia, kultura e dinastisë Xixia. Po vërtet, rajoni Ningxia ka një histori shumë të gjatë, siç përmendi Vera, dhe ne e dim se qytetërimi kinez ka një histori mbi 5.000 vjeçare, edhe ato me shkërime, mund themi, i ka mbi 3.000 vjeçare. Dhe duke përfshirë brenda kësaj historie është e pamungueshme edhe pjesëmarrje e kësaj mbretërie, mund themi, krijuar nga kombi Tangxiang. Ose quhet se, siç Vera përmendi, paraardhësit e kësaj mbretërie ka krijuar këtë mbretëri, mund themi, ka zënë këtë tokë, po në fillim e quajtin tokën Taxia, po me thënë Sha i Madh. Pastaj në vijim, me qenë se në krahasim me kombi Han, ku banon në qendër të Kinës, dhe kjo mbretëri ndodhet në Perëndim. Po. Më vonë njerëzit e quajnë atë Xixia, fjalë për fjalë do të thotë Xia i Perëndimit. Po, ashtu është. Por tani pse quhet Ningxia? Se në dinastinë Yuan... Pra kjo Xia është e njëjta, Ningxia, Po. Xia është e njëjta. Po tani është Ningxia. Ning do thotë paqësor dhe qetë. Dhe kjo se në dinastinë Yuan, pasi kalorësit mongolianë kanë zënë këtë tokë e perandorja e hershëm në dinastisë Yuan, mendoi se më në fund e kontrollova këtë vend. Dhe pastaj mund shpresoj se këtu do të jenë gjithmonë me qetësi. Prandaj ndryshoi emrin në Ningxia. Po, është shumë lashtë, do të thënë, në kohën Paleoliti. Po, Paleoliti. Prandaj u konsiderohet gjithmonë edhe si vend burimi i qytetërimit të kombit kinez. Po, ashtu është. Dhe njerëzit sa herë kur flasim për Ningxia, aty me qenë se ndodhet në veri perëndim të Kinës, me kushte... Me krim të ashpër. Po, edhe me tokë djerë, apo të papunueshme shkret. Njerëzit mendojnë mos janë një vend që nuk është përshtatshëm për njerëzit të panojnë. Por, faktikisht, ata që kanë qenë atje e vlerësojnë si Marok lindor, sidomos në vjeshtë. Po, shumë bukur. Mirë tani, Vera, sepse si çdo i huaj para se të vinë Kinë, gjëja simboli i Kinës, muri i madh, unë sigurisht doja të vizitoja Kinën, murin e madh, kisha lexuar pak a shumë që muri i madh është diku afër Pekinit, por kur vjen e mëson më mirë që shtrihet në për disa province, nuk është vetëm në Pekin, dhe është ndërtuar për gjatë disa dinastive, nuk është, domethënë, nuk u dim brenda 10 vjetësh edhe përfundoi. Ka një kohë të gjatë që është ndërtuar dhe, por një mik më tha që nëse do të kalosh, të përshkosh murin e madh, fragmentet e murit të madh të ndërtuara
në për dinasti të ndryshme, mos rri në Pekin, për shkon në Ningxia. Hera parë që dhja Ningxia në atë kohë, përse është kështu? Po tani keni paraqitur në pyetje shumë të mirë, sepse edhe në Facebook tonë shumë miq shqiptar na shkruajnë kështu. Do të thënë, ata interesohen që muri i madh i Kinës ku ndodhet konkretisht, si për shembull, siç ju dini që në Peking ka një pjesë, por pjesa tërmuesi janë të mendimit se ndoshta ky është muri i madh, pjesa e Pekinit është, por në fakt muri i madh është shumë i gjatë, ndahet në shumë pjesë edhe është krijuar, është ndërtuar në kohë të ndryshme, po prej qindra vjetësh, po. Por në Ningxia, ku po frasim sot, aty quhet Muzeu i Murit të Madh, po, sepse aty sepse është në kufi, është një rajon autonom që ndodhet në kufi të lashtë të Kinës. Edhe prandaj në atë kohë kishte rëndësi për të mbrojtur nga surmet të pakisave kombëtare të ndryshme, si për shembull për të mbrojtur nga Turku, nga Khitan. Kështu në dinasti të ndryshme duhet ndërtohet pjesa të ndryshme të Murit të Madh. Po, është ndërtuar pjesa pjesë kështu. Gjithsej kanë me një gjatësi prej 1500 kilometrash, do të thënë shumë të gjatë. Po, nuk është një plot muri i madh, do të thënë, do të janë fragmente diku. Po, fragmente të ndryshme, me një gjatësi të përgjithshme prej 1500 kilometrash. Pjesa më hershme, do të thënë, u ndërtua në para 2300 vjetësh në kohën e shteteve ndërluftuese. Periudha e shteteve ndërluftuese. Nga Qin, një principat të atëhershme. Edhe ka ndërtuar këtu pra në Ningxia. Në Ningxia, aty. Edhe pas jo vetë, por si për shembull, vetëm pjesa e ndërtuar nga Principata Qing ka arritur në 200 kilometrash. Po, ka edhe pjesë, fragmente të tjera, do të thënë, prandaj quhet Muzeu i Prandaj Ningxia quhet Muzeu i Murit të Madh, se mund të gjesh murin e madh të gjitha dinastive. Po, ka edhe një gjë tjetër, mund të tregohet, do të thënë, rëndësi gjeografike të Ningxia. Sepse, për shembull, në kohën e dinastisë Ming, në atë kohë ju dini, teknikë e ndërtimit është më i përparuar në atë kohë. Po, në botë. Prandaj edhe ndërtimi i Murit të Madh, do të thënë, është më i përparuar si prandaj përgjatë Murit të Madh të atëhershme u krijuan 9 qytete më të rëndësishme luftarake, do të thënë ka më shumë rëndësi për luftë, për mbrojtje, po. Por 2 prej tyre ishin në Ningxia. Po, Guyuan edhe një tjetër. 2 nga këto 9 qytete luftarake ishin në Ningxia. Po, të dinastisë Ming ishin ndërtuar në Ningxia. Prandaj, do të thënë, nga ana geografike aty është shumë rëndësishme. Po. Po, atëherë, përveç Muzeu i Murit të Madh, rajoni Ningxia, në fakt aty ka edhe një kulturë të veçantë në krahasim me zonat të tjera të Kinës. Sidomos, siç përmendi Vera, aty ka qenë gjithmonë zonë kufitare. Me rëndësi strategjike. Po, ashtu është një mezi pozicion shumë të veçantë strategjike, qoftë nga ana luftarake apo nga ana e mbrojtjes e të tjera. Dhe nga një ana tjetër, ka aty është edhe vend takimi i kulturave të ndryshme. Aty është shkrirë, janë integruar shumë elemente të kulturave të ndryshme. Dhe gjitha këto kanë krijuar, kanë formuar më vonë kulturën e veçantë këtu. Apo sidomos kultura e mbretërisë Xixia ose i kombit të Dangxiang. Një ndër tyre që më
me përfaqësim më të spikatur është varezat e dinastisë Xixia. Do me thonë, aty ka zënë një sipërfaqe shumë të madhe sa 50 kilometra katrore. Po është një ndër grupet më të mëdha varezave brandorake të Kinës, se po në krahasim juve dini në Pekin edhe në Xi'an ka disa grupe të tilla varezash brandorake, por këtu është një ndër më të mëdha, duke zënë 50 kilometra katrore tokë, dhe aty janë varosur 9 mbretër dhe mbi 200 aristokratë ose antarë të brandorak aty. Po, aty është. Gjithashtu mund të shohin nga foto ose në video, aty njerëzit e quajnë atje edhe piramide lindore. Se në forma shumë të veçantë. Si formë piramide? Po, arsyeja e pse e formoi ky stili, sepse aty njerëzit banore kanë thisur stile të ndryshme arkitekturore, të trashëguar qoftë nga dinastia Qing, dinastia Han, e më vonë edhe Song e të tjera. Dhe duke përzierë këto elemente edhe budiste, edhe Gombi Han, edhe kulturës së vendore të Xixia, Dangxiang. Dhe kështu u bë, edhe është një ndër mrekulli e veçantë aty vendore, në qoftë se njerëzit dëshirojnë të shohin ato piramide lindore. Duhet të shkojmë edhe ne. Po, se nga forma tamam duket si një ndër piramidet e më të hershme në Egjipt, Stepped Pyramid. Po, me shkallë. Po, është interesante të djetë të lexonin për këtë nëse ka lidhje me, do me thënë kanë marrë, ka shkëmbyrë nga piramidat e Egjiptit. Base do më shumë studim. Do më shumë studim. Do me thënë, muri madh me histori të gjatë, Ningxia me histori të gjatë, folën për historinë të ashti pak për gjeografinë. Sepse është në... E përmendi pak Zana që është me vendi shkret, është në pjesën veri perëndimore të Kinës, veri perëndimi i Kinës quhet për shkretëtirat, domethënë ka shumë shkretëtira, Gobi, Taklamakani në Xinjiang e tjerë. Tash Ningxia ka apo s'ka shkretëtira? Mirë tani, duke folur për këtë, mendoj se si themi, edhe Ningxia na kërkon një sqarim, sepse është një provincë më e vetmuar të Kinës, sepse... është më e veçuar kështu? Po, Ningxia gjendet në pjesën veriore të Kinës, në pjesën jugve. Gjendet se thua është në qendër veri perëndim diçka e tillë, është pak e vështirë. Në përgjithësi nuk është në një vend zakonisht të pasur të Kinës, si prime natyrore, po aty në veri perëndim të Kinës, aty ka shkretëti edhe kokë të ashpër, edhe krim të ashpër, prandaj gjithmonë duke folur për aty, na ra në mendje me njëherë mjedisi ashpër, do me thënë, i vështirë për tjetuar. Por pikrisht në një vend të tillë ka Ningxia, ndodhet Ningxia. Por Ningxia quhet Saishang Jiangnan, në gjuhën kineze kështu thuhet fjalë për fjalë, sepse Jiangnan, këtu duhet sqarojmë vendi i pasur në një zonë të varfër. Po, fjalë për fjalë kështu është sepse Jiangnan në Kinë ju dini që ka dy lumenje më të rëndësishëm, lumi Yangtze edhe lumi i verdhë. Edhe në jug të lumit të Yangtze quhet Jiangnan, është pjesa më e pasur e Kinës. Saishang, do me thënë në vend kufitare ose në vend afër kufis. Por Saishang Jiangnan, do me thënë në vend të varfër, një pikë e pasur. Është si në jug të Yangtze që është zonë e pasur, është një farë zonë e jugut të Yangtze në veri të Yangtze që është supozojnë të jetë e varfër. Po. Por këtu nuk është lumi Yangtze, është lumi i verdhë, lumi nënë e Kinës. Djepi kulturës kineze. Po, lumi i verdhë është shumë i gjatë, prej më shumë se 5.000 kilometrash, ushqen Ningxia, sepse nga kalon nga jugu në veri, nga Ningxia, lumi i verdhë. Edhe ushqen me ujë të pollshme, me ujë
të mjaftueshme. Edhe uji nga rrafshnarti Qinghai Tibet, prandaj në fillim kalon nga Ningxia, prandaj është me ujë shumë të pastër, të kujdesshëm. Edhe prandaj këtu toka është e pasur në Ningxia, kultivohen edhe sharqi, si për shembull, domethënë edhe frutat të panumërta, edhe të rrithëra, gjithçka, domethënë kultivohen këtu. Pra falumit është zona e pasur në Ningxia. Prandaj për Ningxia tamam është luminën. Duhet ta falenderoj lumin e verë. Po, ashtu në sajën e ujit nga lumi i verdh, këtu rajoni Ningxia ka patur udhëzim në histori. Edhe është një diçka e shumë e lehtë për të mbështetur pikpamjen tonë, sepse mbretëria Xixia ka ekzistuar mbi 300 vjet në histori. Në qoftë se ishte një vend i, domethënë, plot i shkreti, nuk kishte mundësi që të ekzistonte një mbretëri që për një kohë të gjatë. Po ashtu është prej 3 shekujsh. Dhe mund themi se në vjeshtë, çdo vjeshtë, një shumë njerëz do të shkojnë në Ningxia. Është koha më e mirë për ta vizituar. Për ta vizituar duke shijuar ato peizazhe të bukur vendore. Po, se gjithmonë në vend më të pasur lind qytetërimi më i lashtë. Po buz liqene, buz lumeme, sigur qytetërimet e mëdha lindin në për lumen, po tashti që nga vëndi bukur, do më thënë, mund të besoj është, si thua, banket për sytë, si shtë në po, vjen vjeshta, ta shi mund të njësemi për në Ningxia. Zdim ku shkojmë me parë në Xinjiang, në Tibet, të në Ningxia, po, mirë ka pamet bukur, po të ashti, do më thënë, është banket për sytë, për ushqim për sytë, po, ushqim për barkun. Po, ati më shkon më ndje. Zana, do më thënë, aty është një pikë integrimit të kulturave të ndryshme. Është, por çfarë kulturë integrohen aty? Kultura e kompit Han me të pakicave kombëtare, sidomos me kulturën muslimane. Edhe prandaj aty mund të gjejmë edhe festë. Se komësia Huaj që është komësi muslimane në Kinë quhet Huaj. Po. Prandaj aty mund të gjejmë edhe festë muslimane, edhe ushqime muslimane. Që për ne shqiptarët janë. Po, patjetër aty ka. Po, ka Bayram, edhe festa e sakrificës, do me thënë në përgjithësi. Do me festat e besimit musliman kremtojnë në Ningxia. Po. Po, nga prodhimet të Ningxia në fakt ka edhe 4 fesarë, që përkatësisht janë kokra gouqi, ose mushmoll kineze, kancao, rënjë yambali. Tjetra është guri hëlan, është një gur Xinjiang nefriti, mund themi, dhe me ngjyrë të blu dhe thellë, mund themi. Po, mund të shikojmë nga foto? Po, ka edhe lëkurë dele. Aty ka njerëz prodhohen me qime të gjata. Si gëzov. Po, si gëzov. Këto 4 gjëra quhet 4 fesarë të Ningxia, edhe me ngjyra të ndryshme, gouqi, të kuqe. Ato gurë hëlan, blu, ndërsa rënjë e yambali verdhë. Po, pastaj ai dhe gurë e bardhë. Këto janë 4 fesarë të veçantë të prodhohen këtu. Dhe përveç këtyre sa përmendi për ushqimet, me qenë se aty përqendrohen më shumë banor të kombësisë së Huaj, të gjithë janë besimtarë muslimanë. Edhe të gjitha këto ushqime me karakteristika theksuara kanë lidhje me këtë me zakonet e muslimane, si për shembull mish apo makarona me salcë të gatuar prej këtyre prodhimeve speciale vendore, edhe ndërto një duhet të përmendi është taokou liangpi. Liangpi, fjalë për fjalë, është lëkurë ftoftë. Po, besoj se ta një provuar. Ose bëjmë për orizi, po mund të bëjmë për gurë, mje gurë se orizi. Do me thënë, janë makarona, po në korë që i thonë petka, janë makarona për pak të
pak të gjëra. Po, në fakt edhe ky ushqim tamam është rezultati i shkërirjes kulturave të ndryshme, se pasi krijimit të Republikës Popullore të Kinës, shumë njerëzit nga krahinat të tjera erdhën në Ningxia për ta ndërtuar këtë zonë dhe duke sjellë edhe zakonet e tyre të ushqimore. Do mënyrat e gatimit. Po, aty e përzier të gjitha elementet dhe më në fund të dalin kjo shumë e njohur. Kjo është një po, tamam, po, siç në historinë edhe Dani dhe këtu është në tamam. Di që kuzhina e Pekinit është kështu integrim, meqense ishte edhe perandorët, merrnin kuzhinierë nga provincat të ndryshme, por edhe Ningxia është një farë Pekini i vogël. Po, ashtu është. Edhe madje me këtë specialitet të dashti në Ningxia ka mbi 300 restorante që merret me këtë ushqim. Vetëm me këto makaronë. Vetëm me këto makaronë dhe lëkura e ftohtë. Po, duke mbështetur edhe vend të punimin e milionët banorëve aty. Pra, në Ningxia kemi murin e madh, kemi këto piramidet që tha Zana, shumë piramidet lindore. Domethënë është prap duhet të kërkojmë jo vetëm ndjes, por kështu të shprehim keqardhje që unë nuk kam qenë për vete, as në Ningxia. Po është një ftesë për mua kjo paraqitja që bëhet ju të dyja, Zana dhe Vera. Është një ftesë dhe për miqtë tanë, pra për të shkuar nëse vinë në Kinë, ka shumë vende për shkuar, po të jetë edhe në Ningxia një zgjedhje për të shikuar murin e madh. Për të shikuar këto pra pjesë të murit të madh të gjitha dinastive, për të parë piramidat, to piramidat lindore, domethënë për të ngrënë ushqimin shumë të shijshëm që po na lëshon prap goja lënë. Kështu që përsëri është një ftesë për ju të dashur miq, që të shkoni pra të shikoni vetë, ta shihoni vetë pra këtë krajinë autonome të Kinës, Ningxia. Atëherë pra të dashur miq, kjo ishte trio për sot. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim të enjten e ardhshme. Po të dashur të gjusë. Po të dashur miq, në fund të emisionit të sotën, le të ndjekim së bashku një video për të shijuar bukurinë e Marokut lindor. Le të ndjekim.